Lajme, kultur, mod, showbiz, art, NEE News. Romanca që nisi brenda shtëpisë Big Brother VIP Albania 5 po duket po aq e fortë edhe jashtë saj. Mateo, i cili shkoi deri në finale, së fundmi ka shuar kuriozitetin e ndjekësve në Instagram përmes një kuizi pyetjesh. Pyetjet për dyshën ishin të panumërta, por njëra ra në sy: pse nuk po bëni një film bashk? Ndërsa përgjigja Mateos ishte aq romantike: vetë lidhjen e kemi si film, një deklaratë që tregon se për ata të dy, magjia Big Brother VIP Albania nuk ka mbaruar ende, thjesht ka kaluar në jetën reale. Ndërsa në këtë momente do të ndrojmë temë, por do të mbesim tek i njëjti spektakël. Do të flasim për një tjetër ish finalist të Big Brother VIP Kosova 2, i njohur si Blerando, i cili ka dhënë fund veçarisë. Krejtësisht në fshehtësi dhe larg vëmendjes mediatike, këngëtari ka hedhur hapin e rëndësishëm në jetën e tij personale. Sipas burimeve të sigurta, Blerando dhe partnerja e tij, sipërmarrësja Lena Krasniqi, janë martuar sot zyrtarisht. Çifti është kurorzuar në komunën e Prishtinës nga vetë kryetari, përparim Rama. Vetëm pak orë më parë, Blerando ka konfirmuar po të njëjtin lajm duke postuar një foto me Lenën nga Toskana e Italisë në rrjetet e tij sociale.